ardhmes dhe të shkuarës. Me Abdigjikun dhe me këtë përbërje në menaxhimin e tyre, pra në leadershipin e zotit Abdigjiku, gjithmonë pra kemi pa rezultatet e sajna, domethënë janë shumë të dobta dhe për këto tri palë zgjedhje të trijat i ka humbur dhe natyrisht nëse delegatët e dëshirojnë LDK-n ta kenë të tretën, thjesht do të mund ta votojnë për mbajtjen e zotit Abdigjiku, edhe pse të jemi të sinqert, e ka një përparësi zoti Abdigjiku se këta njerëz, këta delegat janë të mandatit të zotit Abdigjikut dhe natyrisht se përdorimi i pushtetit partijak dhe natyrisht edhe mbështetja e pa rezervë që e ka nga Albin Kurti dhe qeveria sigurisht se e vënë në favorit, sepse dikë ai po tenton që ta favorizojë se do të jemi pushtet, madje ka spekulime të shumta se duhet të ketë zyrtarë të LDK-s të cilët do të marrin pjesë në pushtetin, në gjithësisht në qeverinë me marrëveshje me Albin Kurti, natyrisht se kjo është vetëm një dëshirë e tyre sa për të afruar një karrotë zbrazët ta quaj. Mirë po, ajo që do t'i bënte nder LDK-s dhe sikur të jenë të përgjegjshëm shumica e delegatëve, do ta nderonin edhe vetë zotin Abdigjiku që të mos e fundos me këtë subjekt që është për mua aset kombëtar, thjesht një leadership i ri, ajo që do të ishte ideale një leadership i përkohshëm, e cili do ta përgatiste Lidhjen Demokratike për zgjedhje të brendshme sipas rregullave, pra kur i ka vitin tjetër, vitin 2027, dhe deri në atë kohë të thjesht të krijohet një këshill kombëtar ku do të merrte pjesë edhe vetë zoti Abdigjiku edhe të tjerë, por në leadershipin e dikujt tjetër. Unë madje pa hezitim publikisht propozoj që të ishte Kujtim Shala kryetar në detyrë dhe pastaj të krijohet një këshill kombëtar dhe të shkojë vendi sipas